E na mësu këtu në Shqipëri që i nxjerrin këto kues fuqi si do dojë qefi. Ta shohim sa i shpejt është se pronari thotë që ja ka lënë çfarë do lloj AMG-je. Përshëndetje të gjithëve, sot kemi i makinë të lezetshme. Nuk është stok, po do i shohim ka ca modifikime të mira. Është C43 AMG 2016-s, W250. Që këtu nga mrapa duket si C63, se është vu difuzori 63-shit edhe marmitat e 63-shit, po është 43-she. 250 si gjenerat ka dalë nga fundi 2014-s, edhe ka qenë vazhdimi 204-shit. 204-shit ke AMG-t akoma mahet si ndër më të mirat. Fener të parë i ka inteligent, është më agresive normal se është AMG, po s'është AMG e bombe me dorë motori, si që i bo AMG 63-shet. Ky është motori që është përdorur edhe ke versionet 450-shet që s'kan qenë AMG, po edhe të 43-shet. Tu fillu nga C-klasi, E-klasi, GLE-ja, gjitha kanë pas, GLC-ja kanë pas 43-shet. Kësaj modifikim tjetër që është bo është amortizator t'i KHR me regjistër, është me ulme para, dallohet. Para edhe mrapa është me ulme. Diesel i ka 18-she. 250 kur doli vendosi atë lukun e ri, që është i model që dolën gjithë seritë e Benzit, gati ngjashme, edhe S-ja, E-ja, C-ja, me të njëjtën kështu dizajn pak a shumë. Përpara dalloheshin më shumë, kurse tash i filloi boni më të ngjashme këta me njëra tjetrën, me kamerë 360 gradë. Ky është 3000 V6 biturbo, stok ka 367 kuaj fuqi edhe 520 Nm tork. Kësaj është bo intake, është bo stage 2, edhe marmitat janë modifikume, ka të 500 kuaj fuqi tashi, edhe torkun dhe këtë kalu 600 Nm/m, po se dim fix sa ka. Një 620 mund të ketë, një 100 më shumë. Do shohim tamam nece pastaj performancë. Po është motor i mirë, është përdorur shumë modele, gjithë modelet 43-she, 450-she e kanë pas step, pastaj këto trejat kanë filluar me atë që është në linjë, 6 pistonsh në linjë V. Po ky është motor i mirë deri tash. Po do shohim si është tamam performancë pastaj. Kjo është me Keyless Go, s'kene me çelës në xhep e vet dorën këtu edhe hapet, për ta mbyllë te ky butoni këtu vetëm e prekte edhe mbyllet. Tash ta shohim dhe interiorin. Ka këtë rimesën e drunit terrë të bukur, sedilet i ka elektrike me memorie, ka këtu të dera edhe me ngroje, me Burmeister tamam, jo AliExpressi. Fatmirësisht si ka vu asë nga ato të AliExpressi që dalin. Është edhe me lambar support që e kanë të këtu me fryre që i thona ne. Kur, gjys lëkur, gjys alkantara. Është me kamerë 360 gradë, sensor të parkimit këtu. Timoni është rraf shtu poshtë, Keyless Go që është në me buton aty. Ky dizajni i 250-shit, që ka qenë për kohën goxha i lezetshëm dhe i mirë, llogarit që të vite që është bo kjo ka pas Benzi ala modele tjera, për shembull si GLE-ja që u dukte më e vjetër. Kjo pjesa e ekranit tu nuk duket fort të integruar. Unë s'është se kam problem për vete, po si dizajn duket si gjo shtesë aty, e kupton. Audi për shembull ka pas që ngrihet futet, që ngja më bukur, por edhe këto që i vjen kinez të tjerë pak më të mëdhej. Njëta logjikë është duket sikur është këtu. Orën analoge këtu ka shortcutet radio, telefon, media, këtu ka kontrollet e klimas, air ventat, këtu e hap e mbyll me lëvizje. Panoramike është, fut goxha dritë, sedilet këtu sportive i ka të mira, edhe kjo poshtë që manualisht hapet e mbyllet, ka të butonin aty. Këtu ka këto kontrollerat për të kontrolluar sistemin aty të Benzit, këtu ke Dynamic Comfort Eco, këtu është për ta ndruar marshët vetë manuale, amortizator për të forcuar, kontroll stabilitetit off, volumi, kjo është për të fik ekranin, edhe auto start stopi me bo on off. Edhe këtu në mes ka hapësirë, kilometrazhi shkon deri në 280, është goxha e mirë. Normal to ke shortcutet e volumit audios, këtu për të kontrolluar kompjuterin e bordit, plus minusat mrapa, edhe leva marshit këtu. Këto që i ven falco nuk kanë këtë të voglinaciona. I lloj edhe këtu rimesa ka këto qepjet e kuqe. Tash mrapa se është keq, unë kam shtyr sedilen i çik, nuk është se ka shumë hapësirë, po edhe pak s'ka. Klimën nuk e ka të ndame, ka me 2 zona para, këtu e ka 1. Nga që është panoramike hyt dritë sa të dush. Punë hapësira pastaj s'është keq, ka vend, po jo pafund, po ka. Është si kabinë e vogël i çik, lloganar turrit gjitha makinat nga vitin vit, çdo gjenerat, po këto djetrat sigur duken sikur kanë vend më shumë se këto të rejat, për të çudit. Këtu 2 veta rrinë rehat, 3 shumë ngusht për 3. Mrapa pas ka sedile me ngroje, vetëm këto xhamave.
Ashtu Audin se ka, po ka panoramën lart edhe ka ndryshim. Ta shohim sa i shpejt është se pronari thot që ka lot çfarë do lloja MG-je. Ta shohim sa e vërtetë është. Ta nisim komfort dhe ta shohim. Avash pastaj ta çojmë sport. Tash kur eca avash, kjo duket si 205 normal. Kjo s'duket edhe aq për zhurmës. E ka me valvul, po ka ngel hap me valvula e marmitave. Kështu që bën zhurmë, edhe pse s'është në sport, në komfort është. Kjo ka amortizimin pak më sportiv. Edhe pse është AMG 43-she, po edhe se janë vu amortizator HR, edhe është uli çik. Ka dhe këto plazjet. Të që por minim dhe jesim pak qetë, ta shohim si është shupërtesë normalisht. Kur si dy dhonë nga sport, si 205 normal është. Thishtë thash pak më sportiv, e dallop këto paregullësit e rrugës qik më shumë. Po kjo është me goma 18-që, me avu më të mdoja, atëherë në më shumë i do gopët, po nuk është keq. Që është ka fillu më thaj qik edhe rruga tash. Si dhe provojmë pastaj në Sport Plus, edhe dhe shohim performancën. Dhe shohim është me vërtet më shpejt sa AMG-t. Kjo është me Camio 7G, kështu shpejtësi që izim në 1000 ca gjiro rri. Mirë, shumë Sport Plus. Shpejt që nuk pas ka rreti. Po si kallash mrapa. Kjo është opcion shumë i mirë për ta morë për çuna të ri, që ke edhe hapësirë modifikuar me bona gjë, po se këto kap 2015 si paguas dogan shumë. Edhe është goxha opcion i mirë krahasuar me në seria 3. Ca 4 duhet morë në S4, ato s'janë edhe aq. 3000 janë dhatë, to të rejat nuk i kap, janë me dogan të lartë, janë 2016 e mrapa, ala. Kurse këto se 43-shat mundimor është 2015 edhe për çmime relativisht të mira. Shumë e shpejt. Aq që mes me X6 më aty. Në Porsche isha pak më shpejt. 160 ca me 170 ca isha me Porsche të fundi asaj. Agresive është, agresive. Keni gjë, edhe të zhurmën intake-ut në herë, si kanë vu intake sportiv. Fort e shpejt. Shumë makinë e mirë. Performancë si 63 ka, thonë drejt. Se 63 si puna kësaj. Zhurme në kënda ketë pak vëtet ajo, po për kështu për tece, mos them që mund të heze më shumë. Se tash jena mësu të përvu lloj-lloj, apo të edhe stok për shembull do më duke nga dalë të fort kjo mu. Po kështu modifikume është njëtën performancë që kjo, XP sa me competition para.
Kjo t'jep e konfidencë është 4x4, formatik edhe po të mos ishte do të gjiron të shumë më shumë me kaq fuqi sa ka. Kurse nga që është formatik i jep gaz pa frikë. Me dhe përgjigjet. Top end, tashi kur kaloj 150 në 600, nuk të rreq më isoj si që të rreq deri 150, po jo se i bje fuqia, po motor 3000 është, nuk është motor i modh. Prapë e shpejt sa tush, po e vazhdo, e ecë, po jo me të njëjtën fuqi që të rreq përpara. Nga 0 deri 150 deri është shumë agresive, brutale fare. Kjo është stage 2, nuk është standard, kështu që normal që ka pak ndryshime, jo pak o pak si shumë ndryshime. E na mësu këtu në Shqipëri që i nxjerrin këto kuajt fuqi si do dojë qefi, dhe kur më tha 500 kisha pak dyshime me thonë drejtën, po tash që e provova, edhe mund t'i ketë aq. Se në performancë, nga 0 deri 150 djerë është goxha shpejt, fort e shpejt është. Pastaj 160 që është edhe lart, ajo tërheq, po motor tresh është, në top end nuk e ka atë performancë që dhe kishte i makinë V8 me 500 kuaj. C63 deri 100 ca me këta aty janë, pastaj C63 është më i shpejt, është 4000 V8, normalisht në top end është më i shpejt, ikën. Po, e mira këtyne është që kostot e mirëmbajtjes i ka më t'ulta sa MG-ja, vaj filtra, budalliqe, pjesë tjera, çat duhen gjenerike gjitha, nuk i ka shumë të shtrenjta, edhe dhe ishte makinë shumë e mirë për çuna të ri që doj makinë pak më sportive, që nuk e doj makinë naftë, por doj makinë që të ketë pak performancë, bo zhurmë, që e shijoj qik, hec pak fort kur do me ec, para kalo, t'jep adrenalin, se duhet të qik adrenalin për jetën e përditshme që është monotone, që mërzitesh, ka e qik robi nevoj me boj qik zhurmë, me ec pak shpejt, me ndje pak adrenalin, kjo ta jep atë. Edhe dhe ishte shumë makinë e mirë. Kjo krahasohet me S4-ën, ashtu s'kena bo Alani, S4, edhe me BMW-n, tashi 335-ën, ose 340 në B58. Edhe ashtu s'kena bo, shpresoj kush ka na njoni nga këto, ose 4, ose 335, ose 340, na thote, të bëjmë review ta krahasojmë me ato, po shumë e mirë është për qenë, ishte shumë e mirë, shumë e shpejt. Se di si ju duk ju, thoni këtë kështë zgjedh ju S4-ën, C43-in, apo BMW-n 335, që pa them, ose 340 me B58-ën. Makina është edhe për shitje, do e le linkun poshtë, kush është interesuar, merr e shef vetë. Shpresoj të ketë pëlqyer video edhe shifem videon e radhës. Mirupafshim.